Ju përshëndes. Ka ndruar jetë një nga legjendat e futbollit botror angles, Kevin Keegan. Është një nga arsyet që unë kam dashuruar futbollin. Gjithkush në Shqipëri në moshë të vogël kanë qenë tifoz me Gjermanët, me Cruyffin, me Hollandën, Italinë, Brazilin, me Anglinë, të jemi realist pak kanë qenë tifoz sepse është një sport, një futboll që nuk para shikohet dot si shikohet sot Premier Liga. Dhe ka qenë Kevin Keegan i Liverpoolit, kampion që në atë moshë fëminore më të hoqi nga Gjermania e Madhe, nga Beckenbauer dhe tifoz me anglest. Keegan ishte dikush shtatë shkurtër, i cili vetë do të thoshte që deri në moshën 14 vjeçare nuk konkuroja dot me askënd sepse isha trup vogël. Por ai arriti të fitonte 2 topa të ardh, kaloi me Hamburgun, por nuk ka pasur fat, ka luajtur vetëm një kampionat botror në 1982 dhe ka luajtur vetëm në minutat e fundit ndeshje me Spanjën, ku ka pasur një mundësi shënimi me kokë dhe kaq. Shkëlqeu në Gjermani, por Keegan i humbi betejën me kancerin në pankreas. I kam shkruajtur menaxherit Liverpoolit kur ka marr lajmin e keq dhe i kam shkruajtur diçka të thjeshtë që në ata që luten për jetën e King Kevin, ka dhe nga një vend i vogël, një vend ish komunist si Shqipëria, ku figura si Keegan, figurat futboll ishin si rreze drite për të çarat burgun ku na kishte mbajtur propaganda. Dhe mbas 2 ditëve më shkthyer përgjigje që mesazhi ka shkuar te King Kevin nga përzgjedhur. Unë kam qenë me fat që kam takuar emrat të mëdhenj të futbollit, si Danglishin, që është numri 1 i Liverpoolit, Bob Paisley, trajnerin, Linekerin, Tom Smith, i cili ka luajtur me Keeganin. Unë kam parë ndeshjen ngjitur me të në tribunën e gazetarëve për 90 minuta Liverpool-Sheffield në 90-ën. Dhe kisha dëshirë të madhe që të takoja në qoftë se do të më jepte mundësia, si takova Danglishin në 90-ën. Por Keegani nuk parashkonte të shikonte ndeshjet e Liverpoolit. Keegani e konsideronte vetëm shumë të Newcastle, nga që andej ishte dhe ato që bëri Keegani me Newcastle se ka bërë asnjë. Shkoi dhe luajti në kategorinë, si mund të themi kategoria e dytë, e nxori kampion, hyri në Premier League dhe vetëm në ndeshjen e fundit humbi kampionatin me Manchester United. Keegani është paguar 40 pound në javë kur ka shkuar te Liverpooli. Nuk është Messi, nuk është Maradona, por është legjend për Anglinë. Njeri që mbi të gjitha kishte optimizmin. Fizikisht triblues dhe shënues, edhe pse trup vogël. Me anglezët në Shqipëri, do thash, pak kanë qenë. Nuk ishte e lehtë. Të ishe tifoz me italianët, ishte më normale, sepse shikohet pak të njërë një javë të rubrika Domenica Spring, golat. Por Keegani, Liverpooli i tij, na bëri që dëgjonin BBC-n, në radio, Sport Roundup. Ne dëgjonin ndeshjet, sepse radio ka një magji më të madhe se televizori. Të fut në një botë tjetër, pra edhe ti i mbyllur në atë dhomën tënde në Tiranë, shkoje deri në Angli, çdo të shtunë, duke dëgjuar, cila na ndihmoi për të mësuar edhe anglisht, por që në atë kohë ishte mëkat i madh, nuk lejohet të dëgjoj BBC-a, edhe pse ishte sport. Ndaj sot është një ditë e keqe për tifozët e futbollit. Në moshën 75 vjeçare është respektuar si King Kevin Newcastle dhe ka ndruar jetë ditën e fundit të botrorit. Keegani ka qenë këngëtar, sportiv, ka punuar dhe si gazetar për Median, në 86-ën, në 90-ën, ka qenë trajneri i kombëtares. Është personi që na ka dhënë kënaqësi brezit tim.
Unë kam qenë me fat, sepse kam pasur një foto të madhe, sa gjithë dera, e kishte me ngjyrat Kiganit, dikush që kishin shkuar me asamblin e vallëve në Itali, kishin blerë një revistë, si që fusin atë kohë, dhe kishte miku im Riccia, Abni Delvina, i cili ishte tifoz italian. Unë kisha një Paolo Rossi me ngjyra, kemi bërë një trade dhe e kam mbajtur deri vonë Kiganin tek dhoma ime. Do të jetë futur diku nga depot e shtëpisë, nga IMM, dhe doja të shpreha respekt ndaj kësaj figure të madhe, i cili pat lindur në 14 shkurt të vitit 1951, nga e mbaj mend, është dita kur është ndërtuar kombinati Stalin në Tiranë, dhe ka qenë një fest që ne nuk e dinim se ç'ishte kur shikonim lajmet tek Italia me shigjet Shën Valentini. U presh në paqe i madhi Kigan. Natyrisht që diçka do të them dhe për Kupën e Botës, fitoi ekipi më i mirë, Spanja. Dhe tek ekipi i Spanjës është dhe një shqiptar tek federata, Eduard Dervishi. Ka 30 vjet. Ka qenë numri 1 federatës shqiptare, duhet jetë presidenti i Federatës së Futbollit. I takon të gjithë strukturave shqiptare që Dervishin ta sjellin krye të federatës. S'ka pse të ngrihet aq lart deri në Spanjë, është shefi i organizimit botror të 30-s. Dhe ishte në avion me ekipin me Kupën e Botës. Dervishi është nga brezi im, jo vetëm profesionist dhe i zoti, por njeriu mirë. Një keqardhje ndjej për Mesin, që mbetet lojtari më i madh, por ekipi i Argjentinës ishte thuajse 0 përbalë Spanjës. Finale duhet ishte Spanjë-Francë. Në kalç Anglia dopët. Nuk luajti një ndeshje, mbase vetëm në Azteca me Meksikën. Spanja bllokoi servisin tek Messi. Goditja e parë në port nga argjentinasit në minutën e 117, ndërkohë që spanjollët ishin 20 herë. Kontrolli topit, por dhe kur u mbasin topin ata janë befasisht kontrollues. E nisën keq, kaluan Portugali, Francën e merituan. Natyrisht që Kupa e Botës ka ndikuar në kafshimin e protestave. Jo shumë. Pra, respekt shumë të madh për ato të rinj të reja që e injoruan Kupën e Botës, por vazhduan të luftojnë për çdo shqiptar, duke protestuar ndaj anti-shqiptarit më të madh, vjedhësit, kusarit, dhe më vjen mirë që një deputet polak ka ardhur tek ato që nga muaj që ju them. Janë miliarda dollar nga familjarët e Ramës, jo milion. Dhe në qoftë se do të ma japin lejen, do t'i publikoja me dëshirë 2 llogarit e Abi Bank në 2019 në Cayman Island. Flitet për 600 milion dollar në 2 kalesa. Ndërkohë që janë miliarda në Gjenevë, miliarda në Dubai, në Singapur, dhe kur polaku thot familjarët, dihet kush janë familjarët e Ramës. Janë aksionerë të fshet në hotele, biznese, deri në Amerikë. Por, falë zotit që agjencit e përgjimit pastrimeve të paras kanë kohë që po ndërtojnë atë dosjen e madhe, që ka arritur deri në departament. Dhe fakti që një kongresmen i kërkon CIA-s, FBI, DEA-s, hetim zyrtar me një ligj special në Kongres për trafiqet, lidhjet me trafiqet, qeverisë Rama me trafiqet dhe shtypjen dhe opozitës. Do të dalin, do të plasë. Por Rama u hoq, sidomos në arenën ndërkombëtare, nga i brezi bukur protestash. Nuk e kuptoi xhelozinë e disave që janë demokratë në shpirt. Duhet ta kuptojnë
është në të mirë të Shqipërisë kjo masë e madhe që proteston. Por dhe ata nuk kap se të jenë xheloz për opozitën që ka 500 e sa mijë votë, sepse fundit zgjidhja politike do të jetë në fund. Natyrisht që 90% e parlamentit nuk e meriton të jetë deputet. Sepse janë zgjidhur me lista, jo me votë. Dhe ajo që thonë Shqipëri e re, unë kam kohë që them Republikë e re, kushtetutë e re, gjykate e re, ligj i ri parlamentar. Futja i zez të referendumit. Sepse ajo figurë anti-shqiptare kërkon të zboj dhe 700.000, 800.000 shqiptarë tjerë dhe të cilë ato zagarë dhe Rothschildit, ku shqiptarët jenë se sklever, punojnë Bangladeshasit, indianët, dhe shqiptarët jenë kamarierë, guzhinjerë, zallës, edhe pse janë brez që studiojnë dhe janë me nivel të lartë, si bashkë moshatëtorët e tyre shqiptarë që janë në Evropë, në Amerikë, dhe që prosperojnë. Përse në Shqipëria? Sepse nuk do Rama, Linda, Olsi, Taulandi, Gonxha, por si mundet një figurë e tillë të ofendojë rinin? Ata protestues kanë drejtë të vrasin. Kanë drejtë. Ti treqin zvarë. Do t'ju duket Lule, Mubaraku, Gaddafi, Bangladeshi. Sepse duket qartë që e urren familja politike, e urren shiku, e urren polici. Jo kanë thënë, ja thash dhe dje. Policët buzëqeshin me protestuesit, gardistët gjithashtu. Nuk janë si ata të Vučić. Dhe kjo e të merron Rama. Unë e kam thënë disa herë, ai negocion burgun. Sepse demonstruesit hyjnore kanë shkatruar. Respekt për ta.